This is one of the most important days, in my opinion, in American Ajo që history. Donald Trump e shpalli si dita e çlirimit nuk do të vi pa kundërpërgjigje. Si Bashkimi Evropian ashtu dhe Kina janë zotuar për hakmarrje. Ministria Kineze e Tregtisë i bëri thirrje Washingtonit i shfuqizoi menjëherë tarifat e reja, duke paralajmëruar se ato rrezikojnë zhvillimin ekonomik global dhe se do të dëmtojnë edhe vetë interesat e SBA-s dhe zinxhirët e furnizimit ndërkombëtar. Trump i më herët i akuzoi partnerët e ngushtë tregtar se me politikën e tyre doganore kanë plaçkitur e dhunuar Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan pretendoi se tarifat shtesë do të krijojnë vende pune në SBA dhe do të stimulojnë ekonominë vendase. Në rastin e Pekinit, sidoqoftë, Trumpi e ka lënë të hapur mundësinë e uljes së tarifave mbi mallrat kineze, me në mendje arritjen e një marrëveshje me kompaninë kineze të TikTokut ByteDance, teksa afron afati 5 prillit për shitjen e këtij aplikacioni. Sipas ligjit amerikan, ByteDance duhet të shiste pronësinë e TikTokut deri në 19 janar ose të përballej me ndalimin e tij. Megjithatë, Trumpi i dha një afat shtesë prej 75 ditësh.